Përshëndetje të gjithëve. Në ditën e sotme do përgatisim kulaç 5 lekësh. Janë ato kulaç, janë si ingranazh që përgatiteshin para viteve 90. Receta është tepër e thjeshtë dhe ka shumë pak përbërës. I shikojmë të gjitha procedurat radh njëra mbas tjetrës. Fillojmë me përgatitjen. Masat natyrisht që do t'ja u jap dhe me masa kuzhine edhe me gram. Fillojmë nga puna. Në një tas do thyejmë një vezë, një të kapur të gishtave me krip, një bustin me vanilje, shtojmë gjysmë gote me sheqer ose 100 gram me sheqer dhe i bëjmë një përzierje. Një filxhan kafeje ose 50 ml me vaj ulliri, një 100 ml qumësht ose gjysmë gote ujë me qumësht. Vazhdojmë t'i përzijmë duke i shtuar 300 gram me miell ose 3 gota 200 ml me miell. Një të kapur të gishtave me sodë buke, nuk kërkon shumë sodë kjo recetë, pasi nuk duam që të na dalin nga forma kulaçët, duam të ruajnë atë formën e ingranazhit. Do vazhdojmë përzierjen për 5-6 minuta. Largojmë rasin e vezëve dhe do vazhdojmë ta përzijejmë me dorë. Vazhdojmë të shtojmë miellin pjesë. Sigurisht që miellin do t'ja hedhim pak nga pak për të parë dhe konsistencën e brumit. Shumë gjëra në kuzhinë bëhen edhe me sy. Vazhdojmë ta punojmë. Do formohet një brum i butë dhe elastik. Ky është brumi që na duhet për të përgatitur këto kulaç. Brumi tashmë është gati. Pastrojmë duart dhe vazhdojmë ta hapim një petë. I shtojmë miell poshtë që mos na ngjisin peta. Do e hapim petën me trashësi gati 1 cm. Kjo duhet jetë trashësia, duhet jetë e trashë. Këtu kam formë biskote. Dhe kulaçi është ky. Do t'i presim dhe do t'i vendosim në një tavë ku kam shtruar më parë letër pjekje, letër fure. Vazhdojmë të formojmë dhe kulaçët e fundit. I vendosim të gjithë kulaçët në tavën ku kemi shtruar letër fure dhe pjesën e ngelur të brumit do ta mbledhim sërish. Lidhet shumë shpejt. Do e hapim petë. Trashësia e së cilës do jetë 1 cm, si e thash dhe më parë. I vendosim dhe këta kulaç në tavë. E mbledhim pjesën e brumit, kështu do vazhdojmë radh derisa të mbarohet gjithë sasia e brumit. Formojmë edhe një kulaç. E mbledhim dhe formojmë kulaçin e fundit. Shumë pak pjesë ngelur ja vëm nga pjesa poshtë e kulaçit. E hapim dhe vendosim te kulaçi i fundit. Sipër do t'i lyejmë me sheqer, mundësisht jetë kokur madh. I ngjeshim pak në brum me kujdes mos na dalin nga forma. Dhe do t'i pjekim për gati 20 minuta në 180 gradë. Duhet të ruajnë atë ngjyrën e bardhë kulaçët, jo të skuqen lart. Këtu kemi kulaçët e pjekur, kanë dashur dhe më pak sodë që mos të dalin nga forma, ta ruajnë atë formën e ingranazhit. Janë ftohur, i vendosim në një pjatë dhe i kemi gati për të konsumuar. Janë tepër të butë, janë plot arome mirë, përgatiten shumë shpejt dhe pak shpenzime. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.